Kjo video I kushtohet Trajanit, Hadrianit dhe para 2 ditësh kam hedhur një video mbi Trajan Deçe. Trajan Deçe ka lindur në vitin 201 dhe ka vdekur në vitin 251. Pra një perandor romak. Trajan Deçe në një monedhë parashitet si gjeniu ilirian. Trajan Deçe njihet si I dinastisë Antoninëve. Perandorët Trajani dhe Hadriani kanë lindur në betika të Spanjës, por janë njerëz, sipas historianëve që kanë trajtuar, të ardhur në qytetin Betika në Spanjë. Dhe Trajani ka lindur në vitin 53 dhe ka vdekur në vitin 117 dhe Hadriani në vitin 76 dhe ka vdekur në vitin 138. Tani, para Trajanit ka qenë Nerva. Nerva, Trajani dhe Hadriani të gjithë kanë adoptuar. Nerva adoptoi Trajanin, Trajani adoptoi Hadrianin dhe është përjashtim nga perandorët e tjerë. Tani, njihen si të ardhur në betika. Njihet që Trajani dhe Hadriani ishin kushërinj. Tani, Trajani njihet edhe si Ulpi Trajanus. Pra në Kosovë në sotme ne kemi Ulpin, kemi Ulpianën dhe Lipjanin. Gjithashtu njihet edhe Ulpi Sardika ose Sofia e sotme në atë kohë njihej si Ulpi Sardika. Dhe duke qenë se Trajan Deçe, pra nga viti 201-251, është dinastia e Antoninëve, duke qenë se edhe Hadriani, edhe Trajani janë të dinastisë Antoninëve, duke qenë se edhe monedha e paraqet Trajan Deçe si gjeni ilirian, dalim në konkluzion se Trajani, Hadriani, Trajan Deçe janë të një linje familjare. Dhe në qoftë se kanë lindur në Spanjë dhe janë të ardhur, pra autorët që kanë trajtuar në atë kohë I quajnë si të ardhur. Atëhere, lind pyetja Trajan, Hadrian janë emra spanjoll. Në qoftë se do të ishin emra spanjoll, do të kishim edhe sot Traja, Trajani, edhe sot Trajan, Hadrian, pra Adria, Hadria, Hadriatik. I hasim në Iliri, nuk I hasim në Spanjë as në Itali. Kështu që na lindë drejta që ta ndryshojmë historinë dhe të quajmë edhe Trajanin edhe Hadrianin si perandor ilirian. Njihen gjerësisht që ka 7 perandor ilirian, por ka ardhur momenti që të shtojmë edhe Trajanin edhe Hadrianin. Kam dyshim për Nervën, pra kemi edhe sot në Shqipëri me mbiemër Nerva. Para rend si Trajani quhej Nerva. Kështu që nga emërtimet na dalin që nuk gjejmë në Itali ose edhe sot në Itali ose në Spanjë Trajan dhe Hadrian. Pra përmbështesa Arian, Trajan, Traja, Hadria, Adria I kemi vetëm në Shqipëri. Ulpi dhe Ulpiana pra I hasim pra në Kosovë dhe në Thrak. Duhet dini që Konstantini, pra Ulpi Sardikën ose Sofjen e sotme, do ta kishte kryeqytet në vitet 318-321, pra kryeqytet të Romës së lindjes. Pra ka ardhur koha që Romës perëndimore t'i shtojmë edhe perandor të tjerë ilirian dhe ta korrigjojmë historinë.
çfarë kam gjetur unë, çfarë e lidh Trajanin dhe Hadrianin me trojet shqiptare. Përveç fakti që kemi Hadrianopolin, pra që është, ose Hadrianopolis, që është në Thrak, kemi faktin që si Hadriani dhe Trajani kanë shkuar kanë bërë një shëndrim pra në Prevezën e sotme, ose atë kohë quhej Nikopolis, dhe aty kanë shëndruar. Pra në Prevez, Hadriani ka ngritur dhe një kult për nder kult të vogël, pra një tempull të vogël për nder të Zeusit. Pra qëndresa e Hadrianit dhe Trajanit në Prevez është një fakt jo i vogël. Fakti që ka bërë Hadriani, ka ndërtuar një qytet që quhet pra në Sofratikën e sotme, ose në Dropull ose në Gjirokastër, kemi akoma një qytet të Adrianit, pra që ndërtuar për nder të Adrianit. Dhe ky qytet, kur erdhi Justiniani, ishte shkatruar nga sulmet ostrogote dhe Justiniani do ta rindërtoi. Rastësisht, biles edhe Ulpianën, Justiniani do ta rindërtoi, ishte shumë nga tërmeti apo nga diçka tjetër, nuk e di, por apo nga sulmet ostrogote, dhe do ta rindërtoi dhe do ta quaj Justinian. A Justinian Sekunda, një gjë e tillë. Pra kemi lidhje, kemi gjurmë në gadishullin lirik të Trajan Hadrian. Kemi gjurmë po të Diokletianit, i cilin e shpall Prevezën, me që jemi këtu, e shpall në atë kohë kryeqendër të Epirit, ku fut edhe Akarnanin, fut edhe Itakën, fut edhe Korfuzin, pra më gjerë. Dhe Diokletiani ishte pararenci i Konstantinit dhe një perandor ilirian i rëndësishëm dhe perandor i Romës i rëndësishëm. Dhe është momenti që historinë ta riformulojmë, ta rikonceptojmë, dhe duke hedhur dritë me këto argumenta që dikur i kanë pasur, por jo kaq të nuk isha fokusuar kaq qartë. Pra isha marrë me perandorët e lindjes dhe tani po merrem me perandorët edhe të perëndimit. Pra shtohet lista e perandorëve ilirian në Rom. Pra s'mund ta quajmë aq thjesht perandori romake, por mund ta quajmë një perandori të përbashkët iliro-romake. Dhe do shtoj se edhe Nerva, edhe pse quhet që ka lindur në Itali, edhe pse kemi mbiemrin Nerva gjendet ende sot në Shqipëri, duhet rikonceptuar dhe ritrajtuar historia. Vet emri Hadria ose Adria vetëm në Adriatik haset, kështu që njihet gjithashtu që Hadriani ishte shumë dashamirës me ilirët. Po Trajanin ka qenë shumë shkatrues, sidomos për pjesën e dacëve, pra e ka shkatruar totalisht, por gjithsesi konkluzioni im është që kemi të bëjmë me perandor ilirian, dhe nga 7 minimalisht në Romën ose në perandorinë romake të perëndimit, pra na dalin minimalisht 9 dhe mund të shtohet lista akoma. Ulpi kemi edhe një jurist tjetër, pra në kohën e Romës, jo ka lindur në Tir në Tunizinë e sotme. Pra emri Ulpi është ka një përdorim të gjerë, dhe Ulpi dhe Ulpiana vetëm se në zonën e Kosovës gjenden sot e kësaj dite. Kështu që faktet na çojnë tek Iliria dhe tek shqiptarët. Ju përshëndes.